Sot në studio kemi një gazetar që ai nuk ndalet në sipërfaqe, por depërton aty ku shpesh gazetarët tjerë hezitojnë të futen. Fituesi i çmimit më prestigjos Nikola Mladenov për gazetari hulumtuese, një zë i fortë për transparencë dhe llogaridhënie në vend. Me storje që kanë trazuar opinionin, por kanë sfituar mjaft edhe institucionet. Sot kemi në studio për herë të dytë gazetarin Fisnik, Xhelili Fisnik. Faleminderit që gjithmonë nuk heziton të jesh pjesë e emisionit tonë për treguar për storjet, për arritjet e tua padyshim, po edhe sfidat që janë deri tek këto arritje. Fillimisht mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën edhe për prezantimin e bukur. Çmimi Nikola Mladenov vlerësohet si një çmim shumë prestigjos, sidomos në gazetari. Për ty çka është vlerësim apo një përgjegjësi edhe më e madhe? Fillimisht është një farë vlerësim, do me thoni sepse gjithë puna yte në fund të ditës kurorzohet me një mirënjohje dhe del në pah të një grup më i madh profesionistësh dhe gazetarësh, por në anën tjetër është edhe një përgjegjësi shumë e madhe sepse në momentin kur dekorohesh me një çmim i cili bart një vlerë aq të madhe siç është çmimi për gazetari hulumtuese Nikola Mladenov, kjo padyshim është më shumë përgjegjësi se sa dekorat apo se sa ndonjë privilegj, sepse TV do me thënë ke arrit një pikë dhe nuk do të kthesh prapa, duhet të shkosh edhe më lart, kështu që është një trofej i cili besoj se do të shërbej për të vazhduar edhe për të punuar më shumë edhe më tej gjithmonë në interes në interes publik. Të qytetarëve, padyshim, po të njerëzve të cilët nuk kanë mundësi të deportojnë apo të ngrejnë zërin, thjesht të je përquesi apo zëri i tyre. Storja jute kishte të bëj me qend. Enda cakt nëse nuk jam gabim. Më thuaj, pse lindi pikërisht kjo ide? E lexova një titull 400 euro për një qend, diçka e tillë? Po, ashtu ishte storja. Do me thënë, storja ka qenë punuar në tre seri, në tre pjesë. Storja ka të bëj me mënyrën e trajtimit të qenve endacak në Tetov dhe mënyrën se si autoriteti përgjegjës, në këtë rast komuna, e ka ndarë tenderin një shoqate për të bërë këtë trajtim. Do me thënë, theksi i storjes ishte tek mënyra se si është ndarë ky tender dhe çmimet të cilat ishin në këtë tender, të cilat sipas hulumtimit rezultuan se janë shumë herë më të larta se sa çmimi i tretë, do me thënë që duhet të jenë. Aty krahasuam, do me thënë, me 4-5 komuna të cilat poshtë lartë janë, mund të themi deri diku në një nivel me Tetovën, siç ishte Gostivari, Kërçova, Struga dhe Ohri, të cilat dukshëm ofronin çmime më të ulta për shërbimin, për trajtimin e qenve endacak, siç janë ato shërbime. Tash nuk jam veteriner, mirë, po siç është kastrimi, siç është vendosja e çipave, transportimi drejt strehimoreve apo drejt qendrave ku po trajtohen. Sigurisht janë shumë amaramence. Ishin shumë herë më të larta se sa komunat tjera ofronin, jo vetëm këto që i përmenda, mirë, po ka edhe komuna më të vogla të cilat ofronin çmime më të ulta, dhe gjatë storjes do me thënë është trajtuar kjo se si është dhënë tenderi kësaj shoqate, e cila rezultonte më pas të jetë përfituese e tenderave vetëm nga ky institucion, e cila më pastaj ishte formuar në vitin 2021, nuk ishte fituar ndonjë tender tjetër publik, të vetme tender që ishte, do me thënë, ky i fundit dhe para-parak, 2 tender nga institucioni që përmenda më herët, komuna e Tetovës. Këtu do me thënë e trajtuam, diçka tjetër do me thënë, aty dokumenti publik, do me thënë, duke u nisur nga oferta fillestare të cilën e kishte dorëzuar shoqata Strehimorja, aty do me thënë çmimet ishin shumë herë më të larta. Mirë po, pavarësisht insistimit dhe pavarësisht komunikimit, sepse ne pavarësisht nëse arrim deri te një informatë e caktuar, ne duhet ta verifikojmë të paktën me palët e përfshira në atë proces, të cilat janë komuna e Tetovës dhe shoqata në këtë rast, të cilat të dyja do me thënë hezituan duke mos na u përgjigjur në kërkesat tona të vazhdueshme për informacion. Megjithatë, në storjen e publikuam duke konsultuar ekspert, duke konsultuar institucione tjera relevante në këtë fushë, duke nxjerrë përpara dokumentacion publik dhe fakte. Sigurisht edhe kontaktet që keni kërkuar nga komunikat nga komuna dhe nga institucioni dhe prapë nuk keni marrë përgjigje. Megjithatë, këtu kishte një truk të vogël, sepse oferta fillestare të cilën e kishin dorëzuar ato, do me thënë shoqata, në ndërkohë komuna kishte arritur një marrëveshje për çmime më të ulta me shoqatën. Pas publikimit të storjes së parë, do me thënë
herën e parë që ne dalim në terren dhe takuam kryetarin e komunës së Tetovës në këtë rast në një konferencë për shtypja, parashtruam pyetjen se pse nuk jepni informacion. Dhe kryetarin komunës, do me thënë kjo është edhe incizuar është me video, tha do me thënë se nuk është informuar, se nuk i kanë nuk na kanë dhënë përgjigje, madje më tha se jam gazetari më informuar për sa i përket komunës së Tetovës. Mirë po njoftoi se çmimet janë më të ulta. Në ndërkohë ne përsëri, do me thënë, nga aty përsëri kërkuam dokumentacionin se në bazë të cilave çmime është dhënë ai tender, megjithatë edhe pse përmendëm fillim 400 euro, do me thënë çmimi i shërbimeve kishte rënë në 260 dikundit, 15.000 denar, mos më kapni për fjalë tani, por përsëri rezultoi të ishte më i lartë nga këto gjitha komunat që i përmendëm më herët, megjithatë ne përsëri e publikuam këtë si informacion dhe e sqaruam se si ka rrjedhur e gjithë procedura, megjithatë edhe këtu kishte përsëri mungesë të transparencës sepse dorëzuam një sër pyetjesh përsëri deri te komuna se në bazë të çfarë oferte ja kanë dhënë këtë tender për shkak se tenderi fillimisht ishte anuluar, kishte aplikuar një kompani tjetër, kompani shoqare, dhe ishte anuluar me bazë të arsyetimit se nuk është nga qyteti, nuk është nga Tetova. Por çfarë është më interesante, sepse edhe kjo shoqata e cila e ka marrë tenderin herën e fundit, edhe kjo nuk ishte nga kjo ishte. Më pastaj gjatë procesit, pjesa e tretë, do me thënë kjo hera e dytë ishte në bazë të deklaratës që e përmendi dhe hera e tretë ishte në publikimi, do me thënë, i ofertës përfundimtare në bazë të së cilës është nënshkruar tenderi. Megjithatë, vazhdo. Megjithatë, interesante ishte se pas publikimit të 3 storjeve, diku 2 javë më pas, do me thënë ishte dita e fundit, fillonin pushimet dimrore, unë kisha marrë pushim nga puna edhe ishte ai fund viti, ku do me thënë edhe ne si gazetarë gjithnjë jemi duke shpejtuar t'i përmbyllim punët, t'i përmbyllim tekstet përfundimtare të vitit, gjitha përmbledhjet. Edhe do me thënë kisha edhe 2 orë diçka, të nesërmen nisesha për në udhëtim edhe bëhesha gati, nuk dija nga t'ja nise para, të bëjmë gati për në rrugë, gati t'i përmbyll punët, në ndërkohë kisha një takim, një ngjarje tjetër për të shkuar dhe në ndërkohë më vjen një letër. U habita, se posta, do me thënë, rrallë më sjell... Pas kanë shkuar me atë tradicionale. Po, rrallë më sjell letër, diçka shumë e madhe duhet tjetë, ose ndonjë dokumentacion ku ta diun prej jashtë. Edhe u habita se nuk isha në dieni se... Dhe që ka gjetur momenti adekuat, nuk isha në dieni se duhet të pres diçka. E shoh, habitem, e hapi, edhe e lexoj. Kërkesë për kërkim falje dhe tërheqje publike. Shoqata e qenve, edhe pse ne si redaksi e kontaktuam 4 ose 5 herë për qëndrim, për sqarime, për të gjitha, kërkon nga unë dhe nga mediumi që të kërkojnë falje publike, dhe të tërhiqemi nga storja të cilën e kemi publikuar. Pa mos dhënë arsyetim, nëse kemi gënyer, ku, pse, si, çfarë, gjitha do me thënë këto 6 pyetje gazetareske duhet të jep një sqarim. Kërkon do me thënë që ne të tërhiqemi nga storja për shkak se kemi dëmtuar reputacionin e tyre. Pa mos dhënë ndonjë sqarim, do me thënë ishte shumë shkurt e shënuar edhe copy-paste tekstin e kishin dhënë aty, pa mos tekstin, storjen e parë, pa mos parë se storjen e dytë dhe storjen e tretë, do me thënë aty kanë qenë të gjitha palët e kontaktuara, të përfshira dhe të kontaktuara për të dhënë qëndrimin normalisht, i keni kërkuar llogari, po? Versionin e tyre, u kemi kërkuar normalisht, sepse bëhet fjalë për para publike. Megjithatë, padia nuk erdhi, për shkak se nuk ka diçka për të... Nuk ka ku të kapen, po? Nuk ka ku të kapen, mandej, do me thënë, me njëherë sa po arriti kjo farë letre, kontaktova me shoqatën e gazetarëve, të Maqedonisë së Veriut, të cilat i ndihmojnë gazetarët në kështu rastesh përmes avokatëve të tyre dhe përmes 2 avokatëve të tyre, do me thënë më orientuan si çfarë qysh tek, mirë po përfundimi ishte se nuk ka bazë për padi dhe padia në fund ditës nuk arriti, megjithatë kjo është një metodë klasike të cilën e shfrytëzojnë për t'i friksuar gazetarët, aktivistët, megjithatë përderisa nuk ne jemi të saktë në atë që e bëjmë, nuk i frikohemi edhe
padive dhe kërcënimeve dhe të gjitha metodave të cilat mund të vinë shfaqen gjatë punës tonë, sepse po, do me thënë në kështu rastesh kur shkon një hap më tej me një hulumtim pak kur e prek dikë më direkt aty, atëherë do me thënë janë edhe këto metodat. Megjithatë qëllimi nuk ishte do me thënë prishja imazhit apo ku ta di unë e shoqatës, targeti ishte institucioni publik se ku shkojnë të hollat e qytetarëve, sepse do me thënë problemi me qenë endacak në qytet. Nëse tetova njët për një gjë, njët për qenë të endacak dhe për parkingun. Patjetër, në mesin e problemeve, përkrahasje dhe gjërave të mira, për cilat mund të njihet gjërat, do me thënë problemet kryesore. Si problematikë kryesore janë qenë të endacak. Dhe qëllimi ishte ky, do me thënë të shihet, ta sheh opinioni se si, do me thënë ku shkojnë paratë e tyre për trajtimin e qenëve endacak, edhe pse qytetin, do me thënë e kemi gjithandej me shumë qenë endacak ngelet një problemi pazgjedhur, dhe do me thënë fokusi ishte ky, të vihet theksi se ku shkojnë paratë e qytetarëve, si shfrytëzohen dhe të shohim se a ka mënyra më të lira se si ku mund të shfrytëzohen ato paratë, duke e krahasuar konkretisht me komunat Gostivarin, siç ishte Korçova, Struga, Ohri. Komunat e ngjajshme Megjithatë ka pasur edhe komunat të tjera që kanë, do me thënë, trajtimin e qenëve endacak e bën me çmime shumë herë më të lira edhe se këta komunat të cilat i analizuam, mirë po poshtë lart në një farë mesatare i morëm këto për krahasim këto komuna dhe kjo është. Sa është e vështirë të jesh real në këtë situatë dhe i pavarur në një realitet si yni ku ka lloje të kërcënimeve, ka lloje të frikës se mundet nesër të më ndodhë diçka mua, familjarit, atij këtij, kemi raste sa është e vështirë të jesh shumë i pavarur dhe padyshim mendje hapur dhe ti qëndrosh stoikisht asaj punës tënde mbrapa se doja dalë dhe doja i informoj qytetarët për atë që duhet, pa marrë parasysh letrave apo kërcënimeve indirekte të cilat edhe i hasen gazetarët. Do me thënë, sfera mediatike tek ne për fat të keq nuk është, nëse flasim për këtë pjesën e hulumtimeve edhe të pavarësisë editoriale, nuk mund të themi se jemi shumë, do me thënë, imazhi i përgjithshëm nuk është pozitiv, është negativ. Megjithatë, kam fatin të punoj në një media, siç është Portalbi, ku kemi lirinë, do me thënë, dhe pavarësinë që të shkruajmë për çfarëdo që dua. Kur them çfarëdo që duam, normalisht nuk kuptohet në interes në kornizat të realitetit dhe të profesionalizmit, të etikës gazetareske dhe mbi të gjitha të interesit publik. E vështirë është, mirë po nuk është e pamundur. Nëse duam të shohim se sa një shoqëri është demokratike, duhet të shohim se çfarë media kanë ato. Nëse kanë media të lirë dhe të pavarur, ajo shoqëri është demokratike. Mirë po, nëse nuk kemi liri të shtypit, nëse nuk ka pavarësi gazetareske, atëherë kjo flet për shumë regrese të tjera. Është e vështirë, ka sfida, megjithatë nëse dorëzohemi e humbim luftën, betejën për misionin ton si gazetar dhe si media. Është e vështirë, megjithatë nuk është e pamundur, nuk duhet të dorëzohemi në sfidën e parë e cila na del, sepse nëse punojmë me profesionalizëm dhe me etikë dhe me saktësi, atëherë në fund të ditës do të fitojmë, sepse nuk kemi duke i bërë keq askujt, ndoshta nuk mund t'ju pëlqejnë historiet të cilat publikohen individ të caktuar, persona të caktuar, institucione të caktuara, megjithatë në fund të ditës ne bëjmë një punë e cila është në mbrojtje të interesit publik dhe në mbrojtje të qytetarëve. Do me thënë nuk është luftë personale midis medias apo institucionit në fjalë apo midis gazetarit edhe ku ta di unë udhëheqësit të institucionit, mirë po është një ballafaqim realitetesh. Gazetaria hulumtuese dhe përballë institucioneve publike, përballë përgjegjësisë publike, llogaridhënia, transparenca, do me thënë, këto duhet të jenë në fokus. Shumë mirë e përmende se këtu te ne gjërat nxirren personale, sepse edhe nga bisedat e përditshme me qytetar, me njerëz, me funksionar, me udhëheqës institucionesh, çfarë keni ju me ne. Edhe këtu e kupton se ku është edhe ajo kultura e edukimit mediatik të cilën e kanë jo vetëm qytetarët e zakonshëm, por edhe udhëheqësit e institucioneve, ata të cilët ndoshta duhet të jenë një rol model, sepse ata në fund të ditës janë ata të zgjedhurit e popullit, të cilët më pastaj u alajnë apo u shpërlajnë trurin mend atyre. A ka një presion i padukshëm që publiku nuk e sheh?
normalisht që ka, do me thënë, ja edhe kjo çështja e letrës edhe shumë të tjera nuk e kemi përmendur deri tani publikisht, po me që ishte fjala për aty, ka normalisht përmes individëve të caktuar, përmes miqësh të caktuar, herë janë edhe direkte, përmes mesazheve të ndryshme, telefonatave, po shpeshherë edhe përmes direkt, do me thonë, guxojnë ndonjëherë edhe individë të caktuar të shkojnë një hap më tej përmes telefonatave, tentojnë që ndoshta tregojnë edhe të kujdesshëm deri në një farë pike, mirë po kur i ke prekur aty ku ju dhem më së shumti, kalojnë edhe një hap më tutje. Sidomos kur bëhet fjalë për gazetari ulëmtuese, se edhe do të thonë ju dhem edhe për çështje më të vogla. Kisha rastin para disa ditësh me një udhëheqës institucioni, të cilin do me thënë e fotografuam me veturën zyrtare, edhe i njëjti do me thënë më pastaj mu paraqit se unë kam shpifur, do me thënë fjalën shpif së në telefon ma përmendi një 15 apo një 20 herë, filloj edhe me disa ofendime të tjera që në fund të ditës... Si reagon fisnik në të situatë? Nuk i marrë me... sepse e di, përderisa unë kam publikuar diçka që jam shumë i sigurt se është ajo që është, edhe e kam parë vetë me sytë e mi. Edhe çdo herë do me thënë kur ka story ose kur dikush më propozon diçka, gjithmonë i marrë me një farë rezerve se nëse nuk e shoh vetë, nëse nuk jam aty vetë ose nëse nuk kam qasje direkte në dokumentacion, çdo herë e marrë me rezervë, nëse do me thënë përderisa e di se jam i saktë në atë që e kam thënë, edhe nuk kam shpifur apo nuk kam shtrembëruar diçka që është ashtu, atër nuk kam sepse në fund të ditës nëse do më i keqja që mund bëjmë, do më padisin, nëse faktet dhe argumentet janë në anën tim, atër nuk kam se për çfarë të trembem apo. Është do me thënë ka edhe situata të padëshirueshme ku individët caktuar përdorin fjalor apo fjalë shumë të ulta, të cilat nuk janë të një nivelit që një udhëheqës institucioni dhe një gazetar duhet të kenë, do me thënë. Megjithatë i tejkalojmë, jemi mësuar, jemi bërë imun tani. A është më e vështirë të grumbullosh të vërtetat apo t'i publikosh ata? Më e vështirë është t'i grumbullosh, për shkak se, do me thënë, për të arritur deri tek një dokument, tek një edhër. Aty ka shumë faktorë të cilët fshihen prapa asaj, do me thënë, për të arritur deri tek, ku ta di unë, deri tek një dokument, ne duhet shohim se kush e ka shkruar atë dokument, kur e ka shkruar, pse e ka shkruar, pse do me thënë cila është përmbajtja, dhe ka shumë do me thënë elementet të cilat duhet të verifikohen, duhet të analizohen, duhet të shihen përpara se të publikohen, sepse në fund kur i kemi kompletuar të gjithë këtë mozaikun, do me thënë, që një informat të jetë e plotësuar, atër publikimi nuk është i vështirë, do me thënë vetëm aty shkon një publish, një publikim aty në fund, edhe më pastaj edhe ajo, ndoshta mund të sjellë të gjitha këto gjëra që i përmendëm ndë një mire the, mozaikus, pjesë të vogla e plotësojnë një story. Me vështirë është padyshim grumbullimi edhe verifikimi edhe i gjithë proces. A ka te gazetarët autocenzur nga frika e presionit? Po shife, edhe ka, do me thënë, për shkak se nuk mund të themi se nuk ka, sepse realiteti në të cilin jetojmë edhe sfera mediatike, por edhe shoqërore tek ne ashtu është, jemi vend shumë i vogël, të gjithë njihen me të gjithë, edhe në raste të caktuara nga biseda me kolegë të ndryshëm, ka raste kur nuk ngurojnë të publikojnë një story të caktuar për shkak se mund të kenë ndonjë lidhje shoqërore apo familjare me A ndodhin kështu raste? Ndodhin, ka raste, po patjetër që ndodhin. Megjithatë, ka edhe, do ta shohim edhe pjesën pozitive të këtyre, se për shembull kam raste edhe me kolegë të mi, të cilët shpesh për shkak të kësaj autocenzure, sepse ndoshta kam pasur një lidhje familjare me ku ta di unë, me institucionin apo me personin, kur them me personin, me udhëheqësit e institucioneve gjithnjë publike, megjithatë në kështu rastesh, do me thënë i shpërndajmë storjet, nëse një kolegë nuk ka pasur një farë autocenzure, ka pasur raste ku storja, do me thënë e kam punuar unë edhe në fund të ditës storja ka dalë. Përsëri ka dalë storja. Ka dalë, megjithatë autocenzura nuk duhet të ekzistojë, megjithatë në raste të caktuara ekziston. A mendon që publiku e kupton
kur ekziston rreziku tek një gazetar, se publiku e kupton se sa është duke punuar dhe sa është duke dhënë maksimum nga vetja gazetari për të arritur deri tek një storje, sidomos kur bëhet fjalë në gazetari investiguese. Shumica mendoj që jo, megjithatë është një pakicë e cila e vlerëson këtë punën tonë, cilën e shoh, domethënë vazhdimisht e shoh edhe nga biseda me qytetarë, me miq, por edhe nga rrethi shoqëror, se e vlerësojnë punën tonë. Megjithatë, perceptimi i përgjithshëm i qytetarëve, i shoqërisë këtu tek ne ndaj gazetarisë, por edhe gazetarisë ulëmtuese, por edhe gazetarisë në përgjithësi, fatkeqësisht lë shumë për të dëshiruar, sepse nuk e shohin atë si një profesion i sëmirës publike, i mbrojtjes së interesit publik, por e shohin atë si tendenca dhe nisma private të individëve të caktuar, të cilët ju shërbejnë klaneve të caktuara të interesit dhe interesave të tyre, që në fund të ditës ndonjëherë nuk ju zë faj, sepse ka disa individ të caktuar të cilat numërojnë në gishta, të cilat e dëmtojnë, domethënë, gazetarin e mirëfill, duke mos punuar në bazë të kodit etik dhe të cilat ndoshta janë më të dukshëm në opinion dhe publiku, domethënë, duke u nisur nga pikërisht këta krijon mendimin se të gjithë të tjerët janë të njëjtë dhe kjo është rast që duhet studiohet, ulëmtohet. Megjithatë, pamja e përgjithshme është se kultura mediatike dhe niveli i edukimit mediatik tek qytetarët në Maqedoninë e Veriut, po flas lë shumë për të dëshiruar. Fatkeqësisht duhet të punojmë në këtë drejtim, mundohemi çdo ditë, megjithatë kemi edhe shumë punë. Shumë punë. Dua të ta bëj një pyetje, a luan rol apo a ndryshon sjellja e një udhëheqësi të një institucioni publik, cili do të qoftë, pasi që keni prekur dhe keni investiguar ndonjë rast në institucionin e tyre, pastaj kur ju shohin për pres konferenca, a ju kanë therrë në sy të themi me atë fjalën shqip? Pa dyshim, sepse në rastet të caktuara ne kur ulëmtojmë diçka, nëse kemi domethënë dyshimet se po ndodh diçka ose një diçka tjetër, ne normalisht se gjëja e parë që duhet bëjmë, duhet kontaktojmë personin i cili është përgjegjës për atë. Ju kërkojmë deklarat kjo, megjithatë atyre ndonjëherë nuk ju a merr mendja se ne mund të shkojmë një hap më tej, sepse e dim ndoshta se çfarë fshihet pas asaj. Fillimisht janë shumë të sjellshëm, janë shumë, domethënë, kështu, si me thënë, për të bërë për vete. Me sjellje të mira, me mikpritës në thonjza, të dërgojnë deklarat, se arrim andej këndej, megjithatë ti kur e kompleton edhe atë pjesën e mozaikut tjerë me burime shtesë, me burime të tjera dhe historia, domethënë, kur publikohet në fund, nuk shkon, domethënë, maksimumi një orë mund shkojë nëse nuk të shënojnë ndonjë mesazh ose nuk të marrin në telefon, kishe publikuar këtë storie, po nuk është kështu, po është ashtu, po jo e ke bërë kështu, po jo ke shpif, po jo kjo, po jo ajo. Ajo që na ka rënë sy kohëve të fundit është edhe një relacion edhe me ministren e Arsimit dhe Shkencës, ku edhe kemi një respekt të veçantë për Nevriun, për kolegun ton, që kohëve të fundit janë duke u ballafaquar edhe me problematikën e gjuhës dhe përkthyesit për preskonferenca. Më pëlqen fakti se u mbrojtët jo, po mbrojtët njëri tjetrin dhe u larguat nga të gjithë, nga pyetja e fundit, para 2 apo 3 preskonferencave, nëse nuk jam gabim, dhe sa gazetarët kështu duhet përkrahen njëri me tjetrin, sepse në fund të ditës ne kështu mund t'ju tregojmë të tjerëve se neve jemi bashkë, pa marrë parasysh çfarë do që t'i ndodh fisnikut, nesër mund të më ndodh dhe mua dhe anasjelltas. Dhe kur e ngrem zërin që të gjithë për një herë, e tregojmë një fuqi që e kemi dhe që të tjerët nuk e besojnë se e kemi. Po, rasti fundi, domethënë aty kisha edhe unë një farë përballje me ministren e Arsimit kur ishte debati publik për propozim ligjin për arsimin e lartë në Universitetin e Tetovës. Edhe kjo domethënë është sepse shumë u interpretuar se unë u grinda me ministren e Arsimit, ku në fund të ditës, domethënë unë i kërkoja përgjegjësi ministres se kush janë autorët. Nëse ne flasim për një ligj i cili është publik, autorët nuk duhet të jenë sekret, sepse opinioni duhet ta di se kush janë personat të cilët qëndrojnë prapa atij ligjit, i cili po shoqërohet me shumë kritika nga sfera, domethënë nga sfera e akademisë, profesorët universitar, por edhe shoqëria civile, dhe ministra insistonte se mund të paditet nëse
i zbulon emrat. Do me thonë, kjo është përveç se nuk ka ndonjë bazë juridike me sa e di unë, me sa kam lexuar, që autorët e ligjeve të jenë sekret. Ajo thotë se edhe mund të padite që nuk është logjike, sepse përse duhet të fshihen. Nëse është publike, po. Përse duhet të fshihen dhe mandej më tha se ministria tentoi që ta zhvendos, do me thënë, debatin, se ne nuk jemi të interesuar për ligjin, se neve na interesojnë autorët, po. Neve na interesojnë autorët, por na intereson edhe ligjit dhe duam t'i dim kush janë autorët, të cilat sot e kësaj dite ngelen sekret, sepse Ministria e Arsimit vazhdon të mos na jap këto emra, edhe pse ua kemi kërkuar disa herë, prap do me thënë propozim ligji me sa dëgjuam dje nga vetë ministria, pritet të publikohet në platformën Ener ditën e hënë me të gjitha këto edhe unë e dëgjova që javën që vjen, këto ndryshime apo propozime të cilat janë dhënë gjatë rrugës. Megjithatë, autorët ngelin përsëri sekret, edhe përse ne e kemi një pasqyrë poshtë lart i dim se kush janë autorët. Megjithatë, duhet vetë ministria dhe Ministria e Arsimit të dalin dhe t'i tregojnë ato, sepse në fund të ditës i detyrohen opinionit, i detyrohen taksa paguesve të këtij shteti, se kush do me thënë fshihet, nëse mund ta themi kështu, pas një ligji të tillë kaq të rëndësishëm. Dhe për fund dua të të pyes, a ja vlen të luftosh për të vërtetën? Patjetër që ja vlen të luftosh për të vërtetën, sepse kjo është detyra, përveç detyrës dhe punës tonë, kjo është misioni i gazetarisë, sepse nëse ne e fshehim të vërtetën, atëherë çfarë kemi bërë në fund të ditës? Kemi jetuar dhe kemi shpërndar një gënjeshtër shumë të madhe, e cila në fund të ditës herë do kur do të dalë. Ne kemi rastet edhe me tragjeditë që na kanë ndodhur shumë së fundi. Kishim spitalin modular, kishim edhe Koçanin, dua t'i marr këto dy rastet si do me thënë më tragjike, të cilat u fsheh e vërteta, ku ta di unë, nga shumë institucione të cilat ishte dashur që ti bënin punët e tyre, mbyll syt njëri, mbyll syt tjetri, dhe në fund të ditës ndodhi e gjitha ajo. Humbëm 70 persona. Humbëm persona dhe e vërteta në fund të ditës përsëri doli në pa. Kishim një proces gjyqësor i cili mbaroi. Tani e dim se si mbaroi, pritet ndoshta të fillojë një proces gjyqësor tjetër, të cilin prokuroria dosjen ende e mban në sirtar dikundi, sepse nuk janë duke e hapur. Mirë, po e vërteta doli. Ishin gazetarët e laboratorit të gazetarisë humbtuese të IRL-s, të cilat e nxorën të vërtetën në pa. Edhe në rastin e Koçanit, shumë media të tjera e nxorën të vërtetën në pa, kështu që e vërteta ja vlen padyshim të luftohet dhe të publikohet përpara se të ndodhin fatkeqësitë, sepse nëse ne do kemi një fatkeqësi tjetër të ngjashme që urojmë mos kemi, si spitali modular apo si Koçani, në fund të ditës, do me thënë, nëse dikush qoftë gazetar apo qoftë ku ta di unë person me përgjegjësi, me kompetenca publike e ka fshehur këtë të vërtet, atëherë çfarë kemi bërë dhe kujt i kemi shërbyer, vetëm se kemi lejuar një tragjedi. Ne mund të jemi një nga viktimat. Do për masa qoftë ajo të jetë, ku edhe ne mund të jemi vetë një nga viktimat. Fisnik, faleminderit shumë, kaluan këto 30 minuta si 5 minuta dhe ishte një kënaqësi e veçantë të kem në studio, sidomos ekskluzivisht të flasim edhe për çmimin e fundit. Unë uroj që përsëri të kem. Përsëri të uroj me çmime tjera të cilat do i marrësh dhe padyshim mos të ndalesh edhe përpas padrejtësive, presionit të fshehur i cili normalisht nuk duket para kamerave apo para lexuesve në këtë rast të portalëve, po që vazhdo kështu sepse jeni në rrugë të sigurt dhe jeni një ndër mediat më serioze në vend, do kisha me thënë, kështu që të uroj shumë suksese dhe padyshim se do ja dalësh dhe do arrish maja dhe do njihesh për punën që e bën. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.